Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Ditëzie për Rudina Dembacajn, moderatorja e njohur humb personin e zemrës. Aktorja e njohur dhe moderatorja gjithashtu Rudina Dembacaj është përballur ditën e sotme me një humbje të thellë. Me anë të një postimi në Instagram, ajo ka dhënë lajmin e idhur se xhaxhai i saj është ndarë nga jeta. Teksa ka shfaqur disa kujtime me të, Rudina i ka dedikuar fjalët më të ndjera xhaxhait, teksa i quan pjesë të rëndësishme të shpirtit. Sot më iku në qell një pjesë e rëndësishme e shpirtit tim. Xhaxhai im i shtrenjtë Ahmet Dembacaj. Mu fik drita e tretë e syrit, shoku më i mirë i babit. Bashkohuni në parajs, shkruan ajo. Kujtojmë që aktoria 5 vite më parë humbi dhe të atin, për të cilin edhe sot e kësaj dite poston kujtime me të, teksa i shpreh mungesën e madhe që ndjen. Siç duket, xhaxhai i saj i ka plotësuar një pjesë të babait dhe lidhja e Rudinës me të ka qenë shumë e fortë.